Kokat eminente për Muhamedin a.s. Çfarë thanë ata? Ke i thmur, jam plotësisht i bindur se këto fakte Muhamedit i kanë ardhur nga Zoti, sepse këto informacione shkencore, shkenca i zbuloi kohët e fundit pas një pune shumë të lodhshme. Ky është fakt bindës për mua se Muhamedi është i dërguar i Zotit. Taxhatan, taxhason. Besoj se erdhi koha që të deklaroj se s'ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Tij. Alfred Kroner. Sot shkenca bashkëkohore është në gjendje të vërtetojë atë që thot Muhamedi a.s. para 1400 vitesh. Marshall Johnson. Për këtë arsye nuk shoh asgjë që e bën të pamundur të kuptuarit se kjo ishte frymëzim ose shpallje hyjnore, të cilën ai Muhamedi a.s. arrin ta transmetojë. Jam shumë i impresionuar me të zbuluarit e së vërtetës në Kur'anin famlar, thot Yushudi Kozan. Julie Samson. Unë besoj se s'ka kundërshtim mes njohurive shkencore dhe shpalljes islame. Islami i përkraj dhe i nxit metodat shkencore. Haj, besoj se vërtet këto janë prej Zotit. Studiusi Parsan. Unë se kam të vështirë që të pranoj me logjikën time se Kurani është frymëzim ose shpallje hyjnore që është dhënë Muhamedit a.s. për sqarimin e çështjeve. Shkencëtari i njohur Balmar. Përderisa në atë kohë kishte kësaj të dhënash, ky fakt më forcon bindjen se Allahu nëpërmjet Muhamedit a.s. dërgoi pak dije nga dija vet, të cilën kohët e fundit po e zbulon shkenca moderne. Ne do të vazhdojmë të merremi me aspektin gjeologjik në Kur'an. Si Javej, me duket shumë misterioze, shumë. Madje gati e pamundshme që të besoj se si vërtet ato që thej, vërtet Kurani meriton vëmendje dhe kujdes. Armstrong, është e pamundur që këto të jenë rezultati të dhënave shkencore të asaj kohe, mbase mund të qëndrojë diçka tjetër pas të kuptuarit tonë. Shkencëtari Rav. Është vështirë të imagjinohet se këto njohuri kanë ekzistuar në atë kohë, pra para 14 shekuj. Nga kjo kuptohet se kjo s'është dije njerëzore. Kjo më shtyn të mendoj për një fuqi mbi natyrore dhe mbi njerëzore e më bën të besoj se këto njohuri kanë ardhur nga një burim hyjnor. Shkencëtari i njohur Shruvader. E vërteta e Kuranit po zbulohet sot nga dietarët bashkëkohor. Unë jam i bindur se është me rëndësi që ky simpozium të vërtet t'ua transmetoj dietarëve të gjithë popujve. Dietarët mendojnë se përparimi i shkencës ka hedhur dyshim rreth doktrinave fetare. Prandaj feja duhet i nënshtrohet shkencës, ne këtu kemi të bëjmë me një qëndrim krejt tjetër.